Ne kemi pas informata, nuk është se prej nëntor dhjetor unë kam pas informata se strukturat e caktuara të Vlenit planifikojnë që të kryejnë një farë përçarje të Aleanca për Shqiptarët, ma mirë që u kriju tash, se sa të kryesht në shtator, kështu që një grup funksionarës të cilët panolit juën të call to COFAK, unë i kuptoj se s'mund të ndahen prej karikes, le të vazhdojnë, por e kanë mandatin e 3-4 muaj, jo më shumë se 3-4 muaj. Kështu që kurse këtyre të besës dhe LDS u tregojmë se prej javës ardhshme do të nisim të përgjigjemi me antar prej atyre që do të kalojnë në Aleancë për Shqiptarët. Unë ja e them në qoftë se janë ofenduar, unë s'thash asgjë që nuk i kemi marrë për rrugë. Unë thash se 3 deputetët që kanë qenë strukturat e Aleancës për Shqiptarët janë këtu. Një deputete e morëm që s'ka qenë realisht strukturat e Aleancës për Shqiptarët, po pas në u bën normalisht edhe ka qenë deputete dhe kam respekt të jashtëzakonshëm, edhe deputeti Salim Sulejmani nuk ka qenë strukturat e Aleancës për Shqiptarët. Realisht, atëre kandidu me propozoj Aleanca për Shqiptarët, në qoftë se janë ndjerë të fyer ose të ofenduar, unë kërkoj falje publike, ose kam pas qëllimin, kam thënë se ato të cilët kanë harxuar, domethënë kanë derë djers në Aleancë për Shqiptarët, të cilët janë munduar, këtu i kemi edhe nuk lëvizin as që debatohet për ato të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë pozicionin e deputetit, tash na bën me dije se në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kur do qoftë që të mbahen, do të zgjedhim ato të cilat janë mesnesh.